Ju në gjatjeta të nderuar, sot është e diel 3 maj 2026. Ditë vikendi, shpresoj të keni kalu mirë, të keni pushue dhe shpresoj që të koncentroheni në temën të cilën e kam përgatitur si të parën për këtë ditë vikendi. Ju lajmërova edhe në atë videon paralajmëruse se video e dytë ka të bëj me ngushticën e Otrantos, Karaburunit në Shqipëri, ngushticës të cilat po kthehen në rëndësinë e programeve dhe armëve bërthamore. Aq shumë janë bë të rrezikshme. Çfarë mund të ndodhë me Shqipërinë nëse ndërmirët diçka që të pengohet, nëse jo mbyllet ajo ngushtica që është midis Shqipërisë dhe Italisë, aty ku lidhet deti jon me detin Adriatik. Ndërsa në 9:30 me kismet Zotit do të jemi live. Do të flasim për faktorët që krijojnë personalitetin e njerëzit. Çfarë gabime bëjmë ne në raport me evladët tanë? Si duhet të veprohet, çfarë duhet të kihet kujdes? Këtë temën live e bëj me kërkesë tuajën, të përcjellësve këto, shikuesve të këtyre videove, të cilët mbram në live më poroseten, më lutën, më thanë që të flas për atë temë. Pra, krahas vikendit që e keni pas sot, mundohuni që të mësohet diçka edhe nga kjo temë. Tema e sotme është ndër më të përfolurat në qarqe të ndjeshme dhe të rëndësishme ndërkombëtare, për të cilën aq shumë pyetje dhe dilema janë shtruar. Jo vetëm në qarqe kështu, por edhe më pastaj mediat e kanë trajtuar këtë temë. E sa për tek ne e dini ju vetë se sa e si shkruhet e folet për temat të ndjeshme dhe të rëndësishme në politikat ndërkombëtare. Rreth kësaj teme për cilën do të flas sonte, është deklaru, prononcu, ka fol edhe vetë presidenti Trump disa herë, duke parashtruar pyetje të çuditshme që disi jep me kuptue se nuk i di rrethanat e Iranit. E që përbes edhe te une është kjo përshtypje, po ti kishte ditë se çfarë do të ndodhë dhe si do të rrjedh lufta, si do të bëhen këto blokada, si shkaktare të krizave ndër më të mëdhat në historinë moderne, po të dinte këto s'ma mërmenja që kish me anis këtë luftë me Izraelin, se kishin ndëgjue Netanyahun e Izraelin për ta sulmue Iranin. Pyetja e santme, më falni, tema e santme është kush udhëheq me Iranin dhe si funksionon ky shtet. Do shta për dikon nuk është aq e rëndësishme, sepse ka të bëj me tema brenda Iranit, por jo, në fakt janë të rëndësishme. Hedhin dritë në ngjarjet në lindjen e mesme dhe interferimin e Iranit në politikat e lindjes së mesme. E ndërlidhet edhe me pyetjen që parashtrohet. Pse nuk arriti SBA ta gjumhas deri tani përfundimisht Iranin dhe pse Donald Trump disa herë thot nuk po dimi me ka me bisedue, s'po dimi kush është të udhëheq Iranin, s'po dimi kush, cilat institucione janë aty, duke dhënë urdhra e duke prodhue politikë brendshme edhe diplomaci. Ka drejt, sepse sistemi politik në Iran
që është i ndërlikuar dhe i ndryshum, thuaj se nga të gjitha vendet tjera të botës, sa, përveç ata që merren me lindjen e mesme, merren me dosjen e Iranit, e kanë të vështirë, vërtet, që ta kuptojnë Iranin, rrethanat e Iranit, diplomacinë e Iranit, zyret ku prodhohen politikat e brendshme, zyre ku prodhohen dirigjivat për gardën e revolucionare iraniane, për ushtrin iraniane, fuqien e kësaj, diplomacien e Iranit dhe të ngjashme. Këto pra do të mundohem dal nga dal, kemi kohë me e shpjegue Iranin. Pra, këta me folë se a është Irani republik. Çfarë republike islame është? Nëse është republik, a mund të quajmë republik presidenciale apo parlamentare? Nëse jo, nuk është. Nëse nuk është, atëherë shtrohet pyetja pse mbahen zgjedhjet e lira aty nëse nuk është republik presidenciale apo parlamentare. Për më tepër se kaq, do të flasim këto për këtë vend pas sardhës i perandorisë së dikurshme të madhërishme persiane, kush është lideri suprem, murshidi i Iranit, kush është në kuptim përbajtjesor, jo si emne, se si emne pedime. Kush e zgjedh liderin suprem, murshidin? Kush e rrëzon, edhe a ka mundësi të rrëzohet? Arsyet e rrëzimit nëse kërkohet nevoja për të rrëzuar, ingerencat e tij dhe natyrisht interferimet ose kufit e lejuar të interferimit politik në shtetin e Iranit. Nëse është dikush nga jo thash në videon paralajmëruese, nëse është dikush në kontakt shoqnor me Trumpin, bën me ja sugjerue këtë video, edhe me pas parasysh pra se kush është aty të ju dheq politikat, si organizohet ajo, pse e gjithë kjo qëndres, pse me ato mira caqe të bombarduara, e me ata dhjetra e qindra lider politikan ushtarak shkencëtar të Iranit, edhe Irani nuk u dorëzua. Ndërsa në Venezuelë për një natë shkojnë, erëzojnë edhe e marrin Maduron, u kry puna e Venezuelës. Ose më parë, kur erëzojnë Mossadakun në vitin 1953. Ose pse kanë mujt me bo ndryshime kaq të mëdha në kohën e Shahit, pse janë bo ato ndryshime kaq të mëdha në kohën e Shahut dhe nuk mund të bëhen tani. Të nderuar, po e nisi pra, Irani ka një sistem politik të veçantë për nga lloji nga të gjitha shtetet e botës. Nuk i përngjet asnjë sistemi politik tjetër, qoftë mbretëror, qoftë monark, qoftë presidencial, qoftë republik apo ndonjë sistem tjetër politik. Përbëhet nga institucionet të larmishme, që herëherë duken të pavarura mes vete, e herëherë duken se dirigjohen vetëm prej një zyre, bile vetëm prej një personi, një individi. Institucionet këto kaq të larmishme, disa prej tyre janë të emëruara e disa të zgjedhura. Për të zgjedhura, po e dimi se i zgjedh populli në zgjedhjet e lira. Por të emëruara, kush i emëron ato? Dhe ai që i emëron, kush e emëron ato, kush e zgjedh ato, këto do të dëgjojmë. Po
si udhëhiqet Irani në fakt, është një pyetje tjetër. Kush ka dorë në pushtetin dhe në funksionalizimin e pushtetit? Çka është që kjo garda revolucionare iraniane? Nëse është ushtri, a është paramilitare, a është ushtri e rregullt? Nëse është ushtri e rregullt, çfarë dallimi ka prej ushtrisë normale të Iranit? Rolet e tyre, ingerencat e tyre, deturimet e tyre dhe fuqit e tyre brenda Iranit. Thjesht, në Iran, kush e ka fjalën kryesore për luftë, për paqë, për politikë të jashtme e të tjera. Kështu, që nga viti 1979, kur ndodh revolucioni islamik në Iran, sistemi politik i Iranit përqendrohet në udhëheqjen supreme të dikurshmit Ruhullah ose Ayatollah Khomeinit. Edhe atë mbi principin e asaj që quhet velajetul faqih. Se çka është kjo? E shpjegojmë der nga dal. Velajetul faqih është baza kushtetuese e cila i jep liderit fetar më të lartë në vend pushtetin dhe forcën e udhëheqjes supreme të shtetit dhe të çdo gjaje që është brenda shtetit. Irani me letra e këshyrë kështu e përkufizon veten si Republika Islamike e Iranit. Mirë po, kjo republik nuk është republik klasike, ne e dimi çka është republika. Ata të cilët nuk e dinë të këshyrin, në internet në të hulumtojnë çfarë dëmë të thëtë republikë, regullat, çka do të ketë një shtet apo një pushtet që të quhet republik apo pushtet republikan. Pra, republik po, por shumë e dallueshme prej republikave apo sistemeve pushteteve republikane në botë. Në të njëjtën kohë, Irani nuk është as sistem politik, si që janë sistemet e tjera politike në botë. Dallon shumë. Është një lloj përzierje institucionale midis të zgjedhurave dhe disa të emëruarave, të cilat ndërhyjnë dhe ndërthurën në njëra tjetrën dhe e ushqejnë njëra tjetrën, e ruajnë njëra tjetrën, e pengojnë njëra tjetrën dhe e ndihmojnë dhe dirigjojnë njëra tjetrën. Megjithatë, pa marrë parasysh sa e qysh e tek, fjala kryesore dhe përfundimtare në Iran është e murshidit, e velajetu faqihit, që e zyrja e velajetu faqih. Pozita e Murshidul A'la, që ti murshidit, që ka qenë Khomeini, pas ti Ali Khamenei dhe pas Ali Khameneit Mujtaba Khamenei. Mujtaba Ali Khamenei, djali i liderit shpirtnor, liderit suprem të dytit, pra, i cili, sipas të gjitha gjasave, plagoset me rastin e bombardimit të lahtarshëm të shtëpisë dhe rezidencës së Ali Khameneit, ku vdes ai dhe disa të tjerë dhe ky Mujtaba Khamenei shpëton. Tek sot, po e lexoj me një vend dikun, një zëdhënës i lartë i Iranit kish fol për arsyen si ka shpëtue Mujtaba Khamenei, po thët aty udhëzimi hyjnor, ymri, po shkruan, në momentin kur bombardohet, pak qaste para asaj, Mujtaba Khamenei kish dal nga shtëpia aty dhe kish shkuar deri në fund të oborrit dikon atje për ndonjë punë të tij. Bashkë aty, kopsht
i mirë, i rregullu, megjithëse që rezidenca e Ali Hamnejit ka qenë modeste në përmasat të një shtëpie në normale tek ne në Kosovë, ndërsa presidencë e liderit suprem. Pozita e Murshidul A'la, të cilën e mban sot Mujtaba Khamenei, para ti Ali Khamenei babai i tij, e para Ali Khameneit Khomeini, Ayatullah Ruhullah Khomeini, është pozita më e lartë politike dhe fetare në Iran. Kushtetuta iraniane i jep atij një pushtet të gjerë, me të drejt ingerencash dhe interferimesh në çdo pore të jetës. Por jo mos paragjykoni me njëherë shtet despotikja diktatoriale, jo. Ingerenca i jep nëpërmes institucioneve relevante të cilat ne do t'i numërojmë këto. Murshidi, që ky lideri suprem ka autorizime, një, në projektimin e politikave shtetnore, 2, orientimin dhe ndërhyrjet ushtarake, 3, programi bërthamor është pjesë e zyrës së liderit suprem, pastaj shpallja e luftës dhe e paqes Shpallja e luftës dhe e paqes është në ingerencat e liderit suprem, udhëheqja dhe komandimi nga lart i forcave të armatosura, pastaj emrimi i kryetarit të gjykatës kushtuse është pjesë e përgjegjësisë së liderit suprem, emrimi i gjysmës së antarëve të asaj që quhet Mejlis i lartë ose Këshilli i përpilimit dhe amandamentimit të kushtetutës. Në dorën e liderit suprem është edhe e drejta e rrëzimit të presidentit të shtetit, natyrisht, që thash në mënyrë institucionale vepron, natyrisht në rast se gjykata kushtetuese vendos për një gjë të tillë, në rast se bie ndesh ose te i kalon ose shkel kornizën apo nenet e kushtetutës iraniane. Në këtë raste bie presidenti, shkarkohet presidenti, shkohet në zgjedhje të lira, por këtë vendim përfundimtar e ka zyra e liderit suprem. Ngjashëm ndodh edhe me punën e parlamentit. Nëse nuk kalon votbesimi i shumicës, ose për shkak të ndonjë anomalie jashtë kushtetuese apo të sjelljes së ndonjë ligji që bie ndesh me rregulloret të cilat i promovon kush? Zyra e liderit suprem. Pozita e presidentit tash, e dyta, mas velajetu fakihet. Pozita e presidentit të shtetit në Iran, të cilën sot e mban Mesud Pezeshkian, edhe ky është me prejardhje turke, e flet turqishtën si me paslind në Stamboll, është pozita më e lartë ekzekutive pas Murshidul A'la, ose liderit suprem. Meq Murshid dënë të thët udhëzues, lider, A'la suprem më i larti, velajetu faki dënë të thët zyra që lëshën fetva juridike sheriatike islame. Velajet dë të thët trashëgimtare, e dini jo se shetet Muhamedi a.s., pastaj Aliu, pastaj Hasani Huseini, pastaj ata imamët deri te imamët e zhdukur Mehdi Muntadhiri i 12. Pas Mehdi Muntadhirit nuk ka pas ma imam,
Kur vije Khomeini në pushtet, ky e merr velajetin ose trashëgimin, zëvendësimin e që ati Imam Mehdiut, Imam Mehdi Muntedhiri që po pritet deri në ardhjen e tij. Pra, aq shumë është e mishnume me teologjin shiite islame, aq shumë është e ngjyrosur me tekste fetare, puna e velajetit, sa imami udhëheci i Iranit në kontekst të shiizmit, pra si pas doktrines shiite, shkon deri gati te mos thëm shejtnia. Pra velajeti faki është zyra trashëgimtare e Mehdiut i cili pritet të vje, dhe ky Mehdi është i fundit në atë zinxhirin që shkon deri te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Është për te të qenurit diçka kështu mitike. Është për te të qenurit vetëm politike. Është diçka e ndërthurur, shoqe. Ka njerëz, analist, studius, britanik, amerikan, gjerman, të cilët jo vetëm Iranin, po shtete e shoqëri e sisteme politike ti kanë studiuar, ti kanë qit librat me qindra, me mia libra. Leni tant këtu, hajgaregji. Të na me fol me Iranin, e po është njëni kish komentu aty, pas ke me fol për Iranin, për me na promovu këtu Iranin. Shiqa, qfar mendësie e robit e neveritshme. Dhe aj që ka komentu si aj ka mjaft. Unë një muj me ju thonën, se Britania, dikur perandoria, falëm na pram në live, sa do thëmë live, falëm në live, për Britanin që ka rujt institucionin e mbretit, e mbretnis, se çfarë qëndrime kishke ky Charles III, kur shkoj në Washington, të një shikime që i bëjke anash, qëfar i mimika, qëfar modesti të një mbreti, mbretit të kohës moderne. Fjalimet e tij sen kanë mujt me rrëzue, me djegë, me shkatërrue sistemin, qeverit, sikur të na, edhe pemt, edhe rrugt, edhe ndërtesat i kemi shkatërru. Që kjo Britani, a mundi me besue, dhe më besoni, jeni të lutër, se në fijokt e arkivave të tyre e kanë jo çdo shtet e çdo shtetni, e shoqëri, çdo qytet, çdo fshat në botë e din se shka ka atë ka. Kur e kam bo në atë studimin dosja kurde, mu dashin mua historia, ama me referenca, historie bazuar, historiku, zhvillimi historik i kombit turk, zhvillimi historik politik i kombit turk, dokumentet të cilat mu dashin, edhe të cilat e plotësun saksisht atë studim ishin ato të nxjerra nga arkivat britanike në Londër. Të kallëzoj ke vlla me emën e me mbi emën e me dite, me muje, me fshate, me rrugë, me sene, kush kun si kanë bëhe britanikët. Pra, kombet e mëdha i leqi i kanë vlerësu vlla, po i kanë promovu njerëzit, ju kanë ndihmue njerëzve që ta studiojnë botën, t'ja sjellin kryeministrit, mbi tavolin aty, çka ka në Gambi, çka ka në Japoni, çka ka në Nepal, çka ka në jug të Indis, çka ka në Afrikë, çka ka të Falklandet atje, të Argentina, do të me pas shteti. Dhe këtë pun e bojnë vetëm institutet kërkimore, jo politikat, jo këshilltarët, jo ministrat. Ministrat do të mi shfletu ato, institutet të na. Andaj e kom shtjerë zanin të folë për nevojën e institutit që do të ketë Kryesia e Bashkia Islame e Kosovës, po dikura e banën mas 10-15 vjetë sa kom folja, kom shkrue. Institutit të ketë qeveria për studime strategjike, ekonomi, politik, diplomaci. Jo institutet të thirën në emën të këtyre instituteve sa për nëjtë donacion. Njëni e ka qelë qështu.
kam pas shkrue gazetat, thëmë, i ka marrë një 6.500 euro donacion këshe. E ka aty instituti bla bla bla, shka bën qëtë postime, qëtë shkrime që i shkru në Facebook, ose që i shkru në i portal. Jo, mëre. Përvoja ime, më së thëmë modeste, jo e pakt në krimin dhe menagjimin e instituteve mi ka mësue dosene që shkriohen e që vihen kontakt me studiuse, që bëhen ato honorarët e departamentet e sene. Duhet të them se shtetet e konsoliduara, kombët e konsoliduara, dhe nuk do me thonë më konë te për i pasën, jo më rëbor, instituti s'lyp shumë para, vish lyp të rumë, vullnet sefte, ide dhe vesh me ngu. Nëse nuk e di, o kryeminister, vlerën e ti me ngua ato që e di. Këto institute, këto nënpullaze, këto rafshe, shtetet e mbla, shtetet e fuqishme, shtetet me tradit, Izraelit e zame. Wallahi e di, mos të më shpion shpish ka ka. Në përbot, me teknologjit e fundit. Britania e di katon se çka ndodh dhe tek ndodh. Andaj revistat e gazetat e tyne sot janë burime nga ku bazohen në ku bazohen mediumet e njohura në botë. Shka po thët The Guardian, për shembull, shka shkrujte, tek shkrujte. Qare s'ki pa e hullum tu, vla po thët këtu ki mu nalën. Te une, te ambasada jem ki me ardhen me lyp ndihmen, qfar do qofta ja, sepse kum punu, me sheku i kum punu, sepse i kam vlerësu njerëzit e dijes e mos dal me u nervozue në tanë për gjendjen katastrofike të elitës intelektuale të na që janë struk na për biruca, janë rahatu do prej ty në zdojnë me një, nuk janë prezent. Shteti, partit politike si kanë afru, ata që kanë dasht i kanë dëbu, ata që kanë pas vullnet me kontribue, për një me i kontribu këti vendit, si kur për para me pushk ndorë, se kanë përfil heq, e kanë mashtru ata, atjetërin, po më tregojnë njerëzit të në këto jetoj. Edhe kështu. Si do që tjetë, pozita e presidentit të shtetit që e mban sot Mesud Pezeshkian është pozita më e lartë, ekzekutive pas Morshidul Ala, të që ka fjala Morshid Ala e nisa. Deri më tani, Irani ka pas 9 president. Pas revolucionit islamik të vitit 1979, Irani kalon nga monarkia e Mohammed Reza Pahlavit në një republik islamike, si që shpjegova më lart, dhe me një sistem të veçantë politik, ku presidenti është figura ekzekutive, por pushteti suprem i takon kujna Morshidul Ala, udhëhecit suprem. Prej 79-ës thash ka pasën 9 presidenta. I pari, pas revolucionit, ka qenë Abdul Hasan Beni Sadr. E mani men nashta ata të cilët e kanë lezu për para rilindjen, ka qenë president nga viti 1980-1981, vetëm një vjet. Shkarkohet nga parlamenti iranian dhe natyrisht largohet ik në Francë dhe atje e kalon jetën e tij. Mas Beni Sadr, presidenti i dytë ka qenë Mohammed Ali Rejai Mandati. Vetëm 3 muaj ka qenë president, 81, edhe vritet në një atentat me bombë në derën e zyres e tij. Kur e qel derën, eksplodon bomba. Mas këti vje kush, hajt mushi me dit, vje Ali Khamenei, që kë shka u vra tash prej Amerikanëve,
që bëhet lider suprem. Ky ka qenë president nga viti 1981, pas atit vramit mandatit, prej vitit 1981 deri në vitin 1989. Dhe njihet si presidenti i kohës më të vështirë, i luftës irako-iraniane. Masanej kalon në pozitën e udhëhecit suprem deri pak para deri në momentin e vdekjes. Pas Ali Khameneit, presidenti i 4 është Ali Ekber Hashemi Rafsanjani, 1989-1997, kur pas Tina Ahmedinejad dhe vje Rohani, kur u emru Rohani, une pata shkrue, i kam 6 artikuj analiza, 2 për Ali Ekber Hashemi Rafsanjanin. Politika e ti e kam shpjegu, ata të interesuarit mund t'i gjejnë dikon ato. Pa ta shkrua për Ahmedinejatin, sistemi politik i Ahmedinejatit, dhe natyrisht këtë Hasan Rohanin. Për shka e pa ta marrë këtë iniciativë? Për shkak se që ky Hasan Rohani konsiderohet arkitekti i programit i marrëveshjes bërthamore dhe është presidenti i parë që njihej si i moderuar dhe pa të nëfillue plasaritjet midis zyres së liderit suprem, Khameneit, dhe presidencës ka. Nejse, presidenti i 4 është Ali Ekber Hashemi Rafsanjani, 1989-1997. Konsiderohet se ishte president i periudhës së pas luftës irako-iraniane. Fokus kryesor e ka pas kënd zhvillimin social, ekonomik dhe të gjithëmbashëm. Pas Rafsanjanit, vje i 5 Mohammed Khatami, ose Khatemi e kanë quajtur, 1997-2005. Njihet për reforma dhe për gatishmërin e tij për dialog me Perëndimin. Ka qenë përkras i dialogut mes qytetërimeve. Në qëtë dialog mes qytetërimeve ka qenë e kyçur edhe Turqia si shtet. Edhe Turqia si shtet, me njerë në 2002 e nis Turqia mas ardhjes së Erdoganit si kryeministër i Turqijes, edhe mundohet që në përmes qëti institucionit, që pastaj pranohet si zyrtar edhe në OKB, të hapet një dialog midis muslimanve, të krishterve, hebrejve dhe feve të tjera të fuqishme në botë. Mahën seminare, kongrese, mahën mbledhje të ndryshme në përbot, ku së bashku me këtë Mohammed Khatemin, presidenti i 5 i Iranit, kyçet edhe Vatikani për gjetjen e një fryme komunikuse parafruse midis qytetërimeve, sidomos i krishter dhe ky musliman. Pas Khatemit, i 6 vje Mahmud Ahmedinejati, e njefnja i shkurti, që në seancën e OKB-s ka pashu me dokpuc qkoqtaja, që të ke kamera aty dokpuc, kur gjëheq edhe e kanë kritikue, edhe ka thonë se na investimet e argjimet përbojmë dikon tjetër, aludejke në programin bërthamor. Ahmedinejati ka qenë prej 2005 deri në 2013, për kundër Khatemit ka pas qasje radikale dhe konfrontuese, e tensionet më të larta arrihen midis shebave, Perëndimit dhe Iranit pikërisht në kohën e Ahmedinejatit. Pas Ahmedinejatit vje që ky Hasan Rohani që thash, 2013-2021 ka qenë ndër më të moderuarit, arkitekti i marrëveshjes bërthamore, JSPOA është quajtur.
Pas Rohanit, kush vje? Ibrahim Reisi, 2021-2024, ka qenë në linjen konservatore shite iraniane dhe, si që dini, vdes në akcidentin me helikopterin e tij në vitin 2024, derisa po kthehej nga inaugurimi i një pende gjigante, ndër më të mëdhat në botë, në kufi me Azerbejxhanin. Pas këtina vje ky Mesut Pezeshkiani, që është i tanishme dhe që thash se është me përjardhje turke. Para revolucionit të vitit 1979, edhe këtë informacion, miq, se pas me kohë, Irani ka qenë një monarki nën udhëheqjen e Mohammed Reza Pahlavit, Shah. Shah do të thotë perandor në gjuhën persiane, edhe kishte një sistem të zbehur parlamentar, por me kryeministra, jo me presidenta. Presidenta edhe çdo gjë ka qenë e shahi. Poste këto të cilat më pastaj fuqizohen pas ndodhjes së revolucionit. Periudha e Reza Shahit, vitit 1925 deri në luftën e dytë botërore, 1941, nifet periudha me shumë kryeministra, rëzaveqov, për shkak të dinamikave, zbulimi i naftës, interferimet britanike, amerikane. Më i njohuri e asaj kohe ka qenë Mohammed Ali Ferruhi, një kryeministër midis 25-41. Pastaj vije periudha e Mohammed Reza Pahlavit, i biri i qëti Reza Pahlavit, kryeministri i parë pas luftës së dytë botërore ka qenë ky Ahmed Qawam, i njohur me rolin e tij për menaxhimin e krizave teje të rënda, gati ndërluftuese me Bashkimin Sovjetik. Pas këtij na vje Mohammed Mossadegh, të cilën e kam shpjegue në detaje shumë mirë kur kam folë për Iranin në një video, e sidomos në video kur e kam shpjegue rrugtimin jetësor dhe politik të Ruhullah Khomeinit, qysh ka shkuar në Turki, pej Turkijës në Turki atje në Ankara, pastaj në Bursa, pastaj në Stamboll, pastaj ku ka banu, me ka banu, me ka fol, qysh i ka prit njerëzit, pse ja ka ndru shtëpinë Bursa, që ka qenë tunajten me familjen e shefit të mitit për Bursa, pastaj si inkorporohen në Stamboll, pastaj ardhit të delegacioneve, pastaj që shkon në Francë, pastaj në Irak, pastaj në Iran dhe ndodhe revolucioni. E kam shpjeguar këtë Mohammed Mossadeghun. Ka qenë kryeministër midis viteve 1951-1953, figura më e rëndësishme politike e para revolucionit të vitit 1979. Ky është ai i cili e ka nacionalizue, industrinë e naftës. Rëzohet me grushtet, i mbështetur grushteti nga CIA dhe MI6. Grushteti i njohur i vitit 1953. Për shka sepse u merr, mos them i përze, kompanit e naftës britanike dhe amerikane e nacionalizan dhe thot se naftën ton ne do ta menaxhojmë. Veç 2 vjet monët me shiue postin e kryeministrit. Pas këtina vje Hussein Ala, periudhë tranzicioni e vështirë pas rrëzimit të Mossadeghut, pastaj Fezlullah Zahedi, 1953-1955, i vendosur dhe i emruar, ndoshta pa dëshirën e tij pas revolucionit, ka qenë një ndër më pro-perëndimorët deri në atë kohë. Pas tij na vje Amir Abbas Hoveida, 1965-1977, që konsiderohet kryeministri më gjatë në Iran, 12 vite, simbol i regjimit të Shahut. Domethënë ky kryeministër ja ka marrë
ja ka maj qantën, takamin e shahit. Ekzekutohet pas revolucionit të vitit 1979. Vjeni tjetër një farë gjymshite 77-78, përpjekje për reforma ekonomike, pas taj vjet Gjafer Sherif Emami, edhe ky mundohet me qetësu situatën, nuk mundohet, pas taj vjet Gulam Reza Azhari, 78-79, një farë kryeministri ushtarak për shkak të çrregullimeve, demonstratave, vllajke Irani aty, shaja se diçka do të eksplodoj, e që eksplodon pastaj ardhja e Khomeinit, rëzohet ai, e rëzojnë vetë ushtarakët, pastaj vjen Shabur Bakhtiari, kryeministri i fundit para revolucionit, tenton me bë reforma demokratike, rëzohet me ardhjen në pushtet të Ruhullah Khomeinit. Pra, sistemi me kryeministra, me shahin, ka qenë deri në vitin 1979. Pas revolucionit, krijohet, edhe njerë po thëmë, Republika Islamike dhe posti i kryeministrit ekziston vetëm si figur deri në vitin 1989, pastaj revidohet ose hiqet sistemi kryeministror dhe mbetet vetëm presidenti, presidenca, sistemi presidencial që e ka dhe fuqin ekzekutive e shpjegova nalt. Meq, presidenti në Iran zgjidhet drejt për drejt nga populli për një mandat 4 vjeçar, me të drejt zgjedhjeje vetëm 2 mandate. Përgjegjësitë kryesore të tij që ja garanton kushtetuta janë: 1. Udhëheqja e politikave të përditshme, si me i qujt, ditore, me thonë, po bjes dyshysh, përditshme shtetnore, udhëheqja e qeverisë, qësoj qeverie, brenda presidentit, pastaj nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare është në dorën e presidencës, pastaj udhëheqjen e kuvendit kombëtar të sigurisë, Mejlisul A'la li Amnil Qaumi, e quajnë edhe ata sikur arabët. Megjithatë, ingerencat e presidentit që zgjidhet nga populli me vota të lira, me të drejtë 2 mandate, janë të kufizuara ndjeshëm në raport me zyrën e velayeti fakihit, apo Murshidul Ala, apo lideri suprem. Të gjitha procedurat, vendimet apo ndërhyrjet duhet të jenë në përputhshmëri të plot me kornizën e skicuar nga Murshidi, lideri suprem. Gjithashtu, vendimet e Këshillit Kombëtar të sigurisë marrin formën e prerë vetëm pasi të shkojnë në zyrën e velayeti fakihit, Murshidit, dhe pasi ta nënshkruan Murshidi. Pra, Murshidi është baba, të rritesh që shpo e shpjegoj. Pas institucionit të presidentit, për nga pesha vje parlamenti iranian. Quhet në Iran Mejlisu Shura el Islami. Mejlisi, këshillues islamik. Mejlisi, parlamenti. Mandati i deputetëve është 4 vjeçar, parlamenti përgatit ligje, aprovon apo refuzon zgjedhjen e presidentit që ka fituar në zgjedhjet presidenciale, aprovon emërimin e ministrave, që kjo e fundis edhe të ne, qysh aprovimi i qeverisë në parlament, apo kalon as po kalon, pastaj besimin e qeverisë apo revokimin e votbesimit, pastaj nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare i verifikon ose i refuzon që i nënshkruan paraprakisht presidenti. Megjithatë, të gjitha ligjet që i sjell parlamenti, sikur edhe presidenca më parë, do të kalojnë nëpërmes një filteri tjetër, për me qenë të plotfuqishme. Dhe kush është ai? Këshilli kushtetues për politika, Mejlisu Siyaset ad-Dastur. Këshilli për politikat kushtetuese, ta quaj kushtetuta, që ajo grupa që rreth. Ky këshill, tash, dëgjojeni, përbahet nga 12 antar,
6 prej tyre janë fukaha, janë jurist islam të shariatit, të cilët i emëron drejt për drejt Murshidi, dhe 6 të tjerë janë gjykatës, të cilët i emëron gjykata supreme, kryetari i gjykatës supreme. 6 nga qëta 12 që Këshilli Kushtetutës i emëron Murshidi, Ali Khamenei të Isa u Kongjall, Khomeini përpara, sot Mujtaba Hamnei, dhe 6 i emëron kryetari i gjykatës kushtetuese, Reis Sultatul Qadaie thuhet. Mirë po, në fund, krejt që të emërime shkojnë në parlament. Pasi ti aprovon parlamenti, shkojnë të zyra e velajeti fakihit. Autorizimet kryesore të qëti mejlisit, Këshillit të Gjykatës Supreme, kanë të bëjnë me përpilimin dhe monitorimin e ligjeve. Natyrisht për të vërtetuar ligjet që dalin prej parlamentit, natyrisht për të vërtetuar nëse përputhen ose bien ndesh me shariatin islam dhe me kushtetutën e shtetit. Merret gjithashtu ky këshill me interpretimin një nga një të neneve të kushtetutës, me verifikimin e kandidatëve për zgjedhje presidenciale dhe për zgjedhje parlamentare. Emnat aty duhet të shkojnë, gjithashtu verifikon rregullsitë dhe parregullsitë të cilat ndodhin përgjatë zgjedhjeve. Pas qëti parlamentit, pra, kush vje për nga pesha, vje Mejlisul Khubara el Qiyade, ose Këshilli i ekspertëve juridik për leadershipin politik, me e përkthyje në gjuhën shqipe. Me që s'ka tek ne, po dohet me e përkthyje. Çka është kë? Është një institucion, ndër më kryesorët në Iran, i përbër nga 88 antarë. Antarët zgjedhen çdo 8 vjet. Detyra, përgjegjësia kryesore e këtij mejlisi është zgjedhja e kujna, e bona pyetje në fillim, e liderit suprem, e Murshidul Ala. Pra që ky Mejlisul Khubara el Qiyade, Këshilli i ekspertëve për leadership të vendit, është ai që i ka 88 antar dhe që e ka në dispozicion të drejtën, detyrimin, ligjshmërinë e zgjedhjes edhe të Murshidul Ala. Pastaj përcjelljen e punës së Murshidit, pastaj rrëzimin e Murshidit nëse bie ndesh me shariatin dhe me konditat, nenet dhe kushtetutën në përgjithësi. Në praktik, rrallë ka ndodhur që të ndërhyj në punët politike të Murshidit, apo të presidentit, apo të parlamentit, megjithatë e mbikëqyr nga jashtë. Pastaj kush vje për nga retësia? Vje Mujma Tashyis Maslahatun Nidham, ose me përkthy shqip, Këshilli i kontrollit dhe verifikimit të pushtetit, të gjitha pushteteve. Është një këshill, apo me thonë, institucion këshillëdhënës i themeluar në vitin 1988. Antarët e tij kush i emëron? I emëron Murshidul Ala, Hamnei, Khomeini, Mujtaba Hamnei tash. Detyra kryesore e këtij këshilli është ndërhyrja në problemet, apo divergjencat, apo përçarjet, sikur të na që ndodhen tash përçarjet, problemet midis partive s'po vinë me një fjalë për zgjedhjen e presidentit. Detyra e këtij këshillit të kontrollit dhe verifikimit të pushtetit është pra që të ndërhyjë në problemet dhe divergjentat midis parlamentit, midis partive dhe grupimeve parlamentare ata dhe këshillit të politikave kushtetuese, Mejlisus Siyasetut Destur. Këshilli që i krijon normat juridike, ligjet të cilat futen apo amandamentohen në kushtetutë. Por, përveç kësaj, roli i kësaj është prezantimi të gjithë asaj që bëhet, shkurtimisht,
si skic me ja dërgue mbi tavolin Murshidit. Edhe kjo quhet wadhifet taqdim el meshurati lil Murshid. Ja qëtë atje edhe lezon. Dhe në fund, miq, është pushteti i sistemi gjyqësor dhe prokuroral. Es-sultatul qadaije. Kryetarin e qësaj sulta qadaije, sistemi prokurorial dhe gjyqësor, e emron kush? Drejt për drejt emron Murshidi. Ka mandat 5 vjeçar. Detyra kryesore e këtij institucioni, parafarsisht sikur në gjithë botën, është emrimi i gjykatësve, verifikimi i punës së gjykatave, por edhe krijimin e Këshillit të Gjykatës Supreme. Që ky këshill e sultatul qadaije, pushteti gjyqësor e krijon ata. Kështu, duke dashur me e përfundua, institucioni i pushtetit gjyqësor e sultatul qadaije mbetet nën kontrollin indirekt të Murshidit. Shumë është e çuditshme në Iran, me gjithë këtë që e shpjegova, se gjyqësori dhe sistemi prokurorial kanë pas ka njëherë mosmarrveshje aq të mëdha me Murshidin e me shtetin e me ata, sa thua se që ky institucion, që ky pushtet nuk ka qenë i Iranit. Rallë her e ka mujten Murshidul A'la me ndërhy dhe me indryshue a vendimet e pushtetit gjyqësor dhe prokurorial, apo që të imponoj diçka sipas politikave që janë bërë në zyrën e Murshidul A'la. Pushteti politik në Iran manifestohet pra në mes të një baraspeshimi i hapur midis institucioneve të zgjedhura dhe atyre të emruara. Irani, miq, është shtet me sistem presidencial, po, me sistem parlamentar, në të njëjtën kohë, po, mahën zgjedhje, po, rëzohen e qohen, votbesime e sene, krejt, por është i veçantë për nga lloji dhe i vetmi i tillë në botë. Përbëhet disi midis republikës, midis shtetit teokrat e të gjitha këto vazhdimisht nën pullazin dhe mbikëqyrjen e velayeti faki. Garda revolucionare, ushtria dhe të ngjashme, të cilat janë të shpërndara me komanda të fragmentuara, jo të dirigjuara nga Iran, nga Teherani, është një ndër faktorët kryesore, i cili ka ndihmu që Irani të mos dorëzohet, dhe i cili ka ndihmue që Amerika të mos e arrijë rënimin e dëshiruar të Iranit. Është e pamundur një territor sa 4 Gjermania e gjys, me komanda të fragmentuara, që nuk mund me javzon bëne që ata, po se cili jenë trajnue nga lufta irako-iraniane kanë marrë mësim, dhe kanë marrë mësim nga lufta e gjirit, se që kanë bo Amerikanët aty dhe të tjeret, aliancat perëndimore, e ka reguluar sistemin ashtu që Trumpi, nëse i di, po thamë, që thash mi bo selam qëtë video atina për me pas se që shkon punë aty, nëse e di, s'ka faj kur thët se nuk po dimi me bisedue. Sepse është atë shumë e ndërlikuar, e ndërthurur, ku vetëm një mendësi, perandërake, arrin ta krijon një sistem të tij politik dhe një platformë politike për diplomaci, sa jo tjetri, po edhe Donald Trump e ka vështirë me ira në fije. Andaj, fjalia e tij, sado që shumë irituse për iranianët, se s'ka mbet kush
me kë me bisedu atje, edhe kjo qëndron, por qëndron sepse e tregon pa fuqin edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që edhe pas 40 dit luftë mbi Iranin nuk kanë arrit të gjunjëzojnë. Për kundrazi, Irani tani më nuk është interesuar të flasë për programin bërthamor. Ka ra nga rëndësia primare që e ka pas. Irani tash e ka shtije në dorë një armë bërthamore shumë më të fuqishme. Dhe ajo është arma bërthamore e quajtur ngushtica e Hormuzit. Për ngushticat në botë, në videon pas 2 ore me izën e Zotit, pasi ta dëgjoni këta. Deri atëherë, mirëmbëjtje, natën e mirë.